Lider institucional kanë bërë homazhe në kompleksin memorial në Reçak në 27 vjetorin e kësaj masakre. Masakra e Reçakut më 15 janar 1999 shënoi një pikë kthese në ndërgjegjësimin ndërkombëtar për krimet e forcave serbe ndaj civilëve shqiptar. Nga kompleksi memorial u përsërit kërkesa për drejtësi për një nga krimet më të rënda të luftës në Kosovë. Edhe pas 27 vitesh, Serbia vazhdon me po të njëjtat politika dhe me po të njëjtën mendësi, sepse mohimi i krimit, siç po bëjnë ata me mohimin e krimit të Reçakut, është krim i dyfisht. Dhembjen tonë për këtë plagë të hapur, së cilës ende i mungon drejtësia, por njëkohësisht edhe për kushtimin tonë që gjithmonë do të jemi të angazhuar për të sjellur kriminalët para gjyqit dhe për t'i ndëshkuar ata për mizërit e para 27 vjetëve. Reçaku për ne mbetet një plagë e hapur, për shkak se ende nuk ka drejtësi. Bashkia ndërkombëtare ka bërë një punë të mirë me intervenimin e saj, por jo edhe mosjelljen e autorëve para drejtësisë. Prandaj ne si institucione nuk do të ndalemi së kërkuari drejtësi. Homazhe aty bën edhe lider të partive politike, të cilë folën edhe për ish-krerët e UÇK-s që po mbahen në Hag. Një prej ngjarjeve që ka kontribu në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe i falenderojmë edhe ambasadorin William Walker, i cili ka dhënë kontributin e vet, e ka bërë publike këtë ngjarje. Kujtojmë dhe shënojmë jo vetëm këto viktima, por dhe sakrificën e popullit të Kosovës për liri, pavarësi dhe për çlirim, për të drejtën për të jetuar të lirë me dinjitet në Republikën tonë, shtetin tonë. Dhe përjetësisht mirënjohës NATO-s dhe Amerikës për ndihmën. Takzojmë lirinë, vërtet është se nuk është vendos drejtësia për masakrat në Kosovë, jo vetëm për Reçakun, po edhe për Mejen e për shumë tjera, dhe po ashtu është e vërtet se padrejtësisht vazhdojnë mu gjykue udhëheqësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e nuk gjykohen ata që i kanë kryer krimet. 45 civil shqiptar u vranë e masakruan më 15 janar të 1999 në fshatin Reçak të komunës së Shtimës.